për mënyrën se si ky kryeministër ka qenë në gjendje të kujdeset për revolucionin e këtij vendi. Në një dekret të shpejtë, presidenti i Republikës Bajram Begaj i dha shtetësinë shqiptare dhe pasaportën ish kryebashkiakut të New Yorkut Eric Adams. Ai është nën akuzë për 5 vepra penale në SBA, pasi dyshohet se përfitoi në mënyrë të paligjshme fonde për fushatën e tij. Të dhënat federale sugjerojnë se Adams mori rishfet nga shtetas të huaj në këmbim të favoreve. Aktpadia ngre dyshimet se ai përftoi në mënyrë të jashtëligjshme duke abuzuar me fondet publike të qytetit. Ndaj tij rëndojnë 5 akuza federale. Fillimisht, Adams shfaqi mbështetje dhe miqësi të hapur me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, por pa lënë pas njohjen edhe për Edi Rama. Ardhja e tij në Shqipëri u shit si një vizitë e rëndësishme. Tashmë Adams do jetë shtetas shqiptar dhe pavarësisht se dekreti është presidencial, procedurat për dhënien e shtetësisë hartohen nga Ministria e Brendshme dhe drejtoritë në varësi të saj. Sipas dekretit zyrtar, presidenti i është referuar dhënies së shtetësisë nëpërmjet rasteve të veçanta. Shtetësia shqiptare mund të fitohet nga shtetasi i huaj që ka mbushur moshën 18 vjeç kur nuk përbën kërcënim për rendin publik dhe sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, edhe në rastet kur Republika e Shqipërisë ka interes kombëtar apo interes në fushën e arsimit, shkencës, artit, kulturës, ekonomisë e sportit. Nuk është rasti i parë që persona të proceduar përfundojnë si miq të shquar në sofrën e pushtetit. I tillë është edhe Charles McGonigal, ish kreu i kontrazbulimit në FBI, ndërsa aktualisht është në burg në SBA për disa akuza, përfshirë edhe mitmarrjen.